Horoskopi për javën 25-31 korrik 2026. Për javën astrologjike 25-31 korrik, qielli përballet me disa nga lëvizjet më kyçe të kësaj vere. Mërkuri del nga prapavia më 23 dhe qëndron pra i ngecur 24-25 që pastaj të filloj atë lëvizjen e tij me shpejtësi. Komunikimi, vonesat dhe keqkuptimet sqarohen më në fund përfundimisht. Saturni pastaj hyn në prapavi në retrograd në 26-27 korrik. Fillon një periudhë rishikimi karmik për përgjegjësitë dhe hapat afatgjata. Dhe është hëna e plotë në ujor më 29 korrik që sjell kulminacione, qartësi dhe përfundime të rëndësishme në marrëdhënie dhe projekte. Le të ndjekim shenjat. Dashi, për të lindurit në shenjën e dashit, java nga 25 deri më 31 korrik sjell një kthes të rëndësishme në sferën tuaj emocionale dhe profesionale. Me daljen e Mërkurit nga retrogradi, çdo vones ose keqkuptim që ka penguar projektet tuaja do të marrë një zgjidhje të shpejtë. Dielli te Luani aktivizon shtëpinë tuaj të pestëve të shprehjes dhe pasionit, duke ju dhënë motivim të lartë dhe guxim për të ndërmarrë nisma të reja. Sidoqoftë hyrja e Saturnit në retrograd më 26 korrik ju fton të rishikoni me kujdes planet afatgjata dhe të tregoni maturi me burimet tuaja vetjake. Hëna e plotë e ujori më 29 korrik do të ndryshojë sektorin e marrëdhënieve shoqërore, duke sjellë përfundime ose qartësi të madhe te aleancat dhe bashkëpunimet. Në planin financiar, maturia është e nevojshme gjatë mesit të javës, por perspektivat e fundmuajit mbeten pozitive. Në dashuri, çiftet do të gjejnë një frymëmarrje të re dhe me shumë sinqeritet, ndërsa beqarët do të tërheqin vëmendjen në ambientet e tyre sociale përmes energjisë natyrale që rrezatojnë. Demi, për demat kjo javë e fundit e korrikut përqendrohet te konsolidimi i bazës suaj familjare, stabiliteti material dhe arritjet profesionale. Sezoni i Luanit mban të ndriçuar shtëpinë tuaj të katërt, duke nxitur biseda me rëndësi për pronat, shtëpinë apo riorganizimin e jetës private. Çlirimi i Mërkurit nga prapavia apo retrogradi ju ndihmon të merrni përgjigje përfundimtare për dokumente ose marrëveshje që ishin bllokuar. Hëna e plotë te ujori më 29 korrik ndodh në pikën më të lartë të qiellit tuaj zodiakal, duke sjell kulminacion ose vlerësim në karrierë dhe punë. Ky është momenti ku puna e palodhur e muajve të fundit do të bëhet e dukshme për të tjerët. Saturni në retrograd ju këshillon të rregulloni mirë buxhetin dhe të shmangni shpenzimet e nxituara. Në planin e ndjenjave, atmosfera kërkon veprime praktike dhe përkushtim nga partneri, ndërsa beqarët do të ndihen më të tërhequr ndaj personave që rrezatojnë pjekuri, siguri dhe vizion serioz për të ardhmen. Binjakët hynë në një nga javët më dinamike dhe të shkafta të kësaj vere. Qëndrimi i diellit e Luanit në shtëpinë tuaj të tretë të intelektit dhe komunikimit, i kombinuar me faktin se udhëheqësi juaj Mërkuri rikthehet në lëvizje direkte, ju kthen pretësinë, shpejtësinë e të menduarit dhe qartësinë absolute. Çdo bisedë, negociat apo marrëveshje pune që ka qenë e pezulluar tani lëviz me ritëm të shpejtë. Hëna e plotë e ujori më 29 korrik aktivizon shtëpinë tuaj të nëntë, duke sjellë përfundime mjaft pozitive për çështje ligjore, studime, dokumente ose projekte që lidhen me udhëtimet. Sidoqoftë Saturni retrograd ju kërkon të tregoni kujdes me disiplinën profesionale dhe të mos merrni më shumë përgjegjësi nga sa mund të përballoni. Në financa, java ofron mundësi të mirë për të stabilizuar të ardhurat. Në sferën e ndjenjave, komunikimi i ëmbël do të shkrijë çdo distancë në çift, ndërsa beqarët do të magnetizojnë njerëz të rinj përmes nivelit të tyre intelektual. Gaforia, për të lindurit në shenjën e Gafores, java nga 25 deri më 31 korrik sjell një fokus mjaft të lartë te siguria financiare, vlerat personale dhe transformimi i brendshëm. Dielli te Luani vazhdon të ndriçojë shtëpinë tuaj të dytë të parave, duke ju dhënë shtysën e dur për të strukturuar buxhetin dhe për të kërkuar atë që ju takon me merit. Përfundimi i retrogradit të Mërkurit largon mjegullën në vendimarrje dhe ju ndihmon të mbyllni llogari apo fatura të mbetura pezull. Hëna e plotë e ujori më 29 korrik prek shtëpinë tuaj të tetë të financave të përbashkëta dhe investimeve, duke sjell një kthes ose qartësim të marrëveshjeve ekonomike apo detyrimet monetare. Saturni në retrograd ju fton të kujdeseni për mirëqenien shpirtërore dhe të vendosni kufi të shëndetshëm me të tjerët.
Në dashuri, kjo javë kërkon besim të thellë dhe sinqeritet. Çiftet do të përjetojnë momente më të afërta emocionale, ndërsa beqarët do të tërheqin njerëz me bot kuptim të gjerë. Luanët vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes gjatë të gjithë kësaj jave festive për ta. Sezoni i ditëlindjes tuaj do të marrë një hovë akoma më të madh, pasi Mërkuri rifiton lëvizjen direkte, duke ju dhënë qartësi mendore, karizmë dhe rrjedhshmëri absolute në të folur. Është momenti ideal për të ndërmarrë nisma të reja dhe për të prezantuar objektivat tuaja përpara të tjerëve. Sidoqoftë ngjarja kryesore e javës për ju është hëna e plotë e ujori me 29 korrik, e cila bie eksaktësisht në shtëpinë tuaj të 7 marrëdhënieve dhe partneriteteve. Kjo do të vendosë një pikë kthese ose do të sjellë kulminacion në një lidhje dashurie apo bashkëpunim biznesi. Saturni retrograd te Peshqit kërkon maturime me menaxhimin e parave të përbashkëta. Në dashuri, çiftet do të marrin vendime me peshë për të ardhmen, ndërsa beqarët do të spikasin kudo që do të shkojnë, duke tërhequr personat e duhur në jetën e tyre. Virgjëreshat përballen me një javë që kërkon bilanc të brendshëm, organizim rigoroz të rutinës dhe përkujdesje ndaj shëndetit. Dielli të luani në shtëpinë tuaj të 12 diellore ju nxit të punoni në prapasken dhe të përgatisni terrenin për hapat tuaj të ardhshëm pa u nxituar. Lëvizja direkte e udhëheqësit tuaj Mërkurit sjell çlirim nga konfuzioni mendor dhe ju ndihmon të strukturoni me precizion çdo ide. Hëna e plotë e ujori më 29 korrik ndriçon shtëpinë tuaj të 6 të punës dhe përditshmërisë, duke sjellë përfundimin e një projekti me rëndësi ose qartësimin e detyrave profesionale. Saturni në retrograd te Peshqit në shtëpinë tuaj të partneriteteve ju kërkon të tregoni pjekuri dhe durim në marrëdhëniet me të tjerët. Në planin financiar, vëmendja ndaj detajeve do t'ju shpëtojë nga gabimet. Në dashuri, veprimet praktike do të jenë më të rëndësishme se fjalët e bukura, ndërsa beqarët do të bëjnë njohje mjaft interesante gjatë aktiviteteve rutinë. Peshorja, për të gjithë të lindurit në shenjën e peshores, kjo javë sjell një valë të madhe optimizmi, rritje sociale dhe arritje në planet afatgjata. Dielli te luani aktivizon shtëpinë tuaj të 11 të shoqërisë dhe projekteve kolektive, ndërsa rikthimi i Mërkurit në lëvizje direkte zhbllokon bisedat, kontratat dhe mesazhet që prisnit prej kohësh. Hëna e plotë e ujori më 29 korrik do të jetë mjaft harmonike për shenjën tuaj të ajrit, sepse do të ndriçojë shtëpinë tuaj të 5 të fatit të pastër, dashurisë dhe krijimtarisë. Kjo sjell gëzim, realizim të një dëshire të madhe ose një kthes romantike mjaft të bukur. Saturni në prapavi ju kujton të mbani rregull në agjendën e punës dhe të mos neglizhoni mirëqenien tuaj fizike. Në financa, situata stabilizohet duke ju dhënë më shumë siguri. Në dashuri, çiftet do të përjetojnë momente magjike dhe plot pasion, ndërsa beqarët do të jenë magnet për njohje të reja me karakter të fortë. Akrepat do të jenë një nga shenjat me ndikim në sferën e karrierës dhe statusit publik gjatë kësaj jave. Dielli në pikën më të lartë të qiellit tuaj zodiakal te Luani ju nxjerr në pa dhe ju jep autoritetin e nevojshëm për të drejtuar dhe për të korrur sukses. Rikthimi i Mërkurit në lëvizje direkte largon çdo pengesë burokratike ose vonesë në komunikimin me afrorët dhe bashkëpunëtorët. Hëna e plotë e ujori më 29 korrik ndodh në shtëpinë tuaj të 4 të shtëpisë dhe familjes, duke sjellë përfundimin në një çështje pronësore ose një vendim me peshë për ambientin tuaj të jetesës. Saturni në retrograd ju këshillon të rishikoni me kujdes planet tuaja personale dhe të mos bëni hapa të ngutshëm financiar. Në sferën e ndjenjave, kërkohet ekuilibër mes punës dhe jetës private. Partneri do të kërkojë vëmendjen tuaj, ndërsa beqarët do të tërheqin persona serioz që kërkojnë stabilitet afatgjat. Shigjetari, për shigjetarët java nga 25 deri më 31 korrik vjen si një çlirim i madh mendor dhe sjell zgjerim të horizonteve tuaja. Dielli të shenja mike e Luanit ndriçon shtëpinë tuaj të 9 të udhëtimeve, studimeve dhe fatit të lartë. Dalja e Mërkurit nga prapavia apo retrogradi ju ndihmon të zhbllokoni dokumente, projekte ose negociata që kishin mbetur në vend numero. Hëna e plotë e ujori më 29 korrik aktivizon shtëpinë tuaj të 3 të komunikimit, duke sjellë një lajm të rëndësishëm, përfundimin e një marrëveshje ose qartësi në bisedat me njerëzit e afërt. Saturni retrograd te Peshqit ju kërkon të tregoni kujdes me bazën familjare dhe detyrimet financiare. Në planin ekonomik, fati ju mbështet për të gjetur burime të reja ose për të mbyllur faturat e prapambetura.
Në dashuri mbretëron optimizmi, çiftet do të planifikojnë udhëtime ose dalje të këndshme, ndërsa beqarët do të njohin njerëz me vizion të gjerë për jetën. Britësjapët do të përqendrohen maksimalisht te ristrukturimi i financave, investimet dhe konsolidimi i burimeve të përbashkëta. Dielli të Luani ndriçon shtëpinë tuaj të 8 diellore, ndërsa Mërkuri që rikthehet në lëvizje direkte ju ndihmon të zgjidhni me precizion çdo çështje kredie, tatimesh apo faturash të prapambetura. Hëna e plotë e ujori më 29 korrik ndodh në shtëpinë tuaj të dytë të parave dhe vlerave materiale, duke sjellë një kthes monetare mjaft të rëndësishme ose kulminacionin e një investimi që keni bërë së fundmi. Udhëheqësi juaj Saturni futet në retrograd më 26 korrik, duke ju ftuar të analizoni me maturi hapat e kaluar profesional dhe të mos nxitoni në marrëveshje të reja pa siguruar themelet. Në dashuri kjo javë kërkon besnikëri dhe biseda konstruktive. Çiftet do të bëjnë plane solide financiare, ndërsa beqarët do të tërheqin njerëz me këmbë në tokë dhe me pjekuri të lartë. Ujorët janë protagonistët absolut të kësaj jave në sferën e marrëdhënieve dhe kthesave personale. Dielli te Luani ndodhet direkt përballë shenjës suaj në shtëpinë e 7 të partneriteteve, duke vendosur fokusin tek bashkëpunimet. Dalja e Mërkurit nga retrogradi lehtëson ndjeshëm dialogun dhe largon çdo keqkuptim në çift apo me kolegët. Ngjarja më e madhe e muajit për ju është hëna e plot në shenjën tuaj të ujorit më 29 korrik. Ky është një moment i fuqishëm realizimi, ku do të korni frytet e punës suaj dhe do të merrni vendime përfundimtare për identitetin dhe jetën tuaj personale. Saturni retrograd ju kujton të kontrolloni me maturi buxhetin personal. Në planin e ndjenjave, dita e hënës së plot sjell qartësi të plot. Çiftet do të konsolidojnë lidhjen e tyre, ndërsa beqarët do të magnetizojnë njerëz të veçantë që do të vlerësojnë për autencitetin e tyre. Dhe peshqit, për të lindurit në shenjën e peshqve, kjo javë kërkon vëmendje ndaj organizimit të përditshmërisë, punës dhe qetësisë shpirtërore. Dielli te Luani stimulon shtëpinë tuaj të 6 të detyrave profesionale dhe kujdes për trupin, ndërsa rikthimi i Mërkurit në lëvizje direkte zhbllokon komunikimin në ambientin e punës. Saturni hyn në prapavi ose retrograd në shenjën tuaj më 26 korrik, duke çelur një periudhë reflektimi të thellë personal për përgjegjësitë tuaja dhe kufit që duhet të vendosni me të tjerët. Hëna e plotë e ujori më 29 korrik aktivizon shtëpinë tuaj të 12 diellore, duke ju kërkuar të tërhiqeni paksa nga zhurma, të çlironi stresin e grumbulluar dhe të dëgjoni intuitën tuaj. Në financa, maturia juaj do t'ju shpëtojë nga shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, kërkohet sinqeritet dhe mirëkuptim. Çiftet do të gjejnë ngrohtësi në gjërat e vogla, ndërsa beqarët do të tërheqin persona me pjekuri të lartë emocionale.